Miqtë prizmës, me ju duhet bëj një bisedë të vogël, diskurs të vogël, mbi marrëdhëninë e termave patronazh, patronazhist, përdorimi idiot në Shqipëri dhe nxjerrjen e konkluzionit se çfarë janë në të vërtetë shqiptarët. Janë patronazhist, shqiptarët e Partisë Socialiste dhe shqiptarët e Partisë Demokratike, se edhe ata i kanë. Apo janë padronazhist. Në fakt, ideja ime e qartë, e plot dhe krejtësisht e rrumbullakosur për sa i përket idesë, se shqiptarët janë padronazhist. Janë servilët, janë kokboshët, janë lëpirësit, janë, si të them tash, njerëzit më të shpifur për sa i përket bindjes ndaj padronit. Këta janë padronazhistët. Dhe sigurisht ja ekzistojnë dhe ke Partia Socialiste dhe ke Partia Demokratike. Dhe këto janë fatkeqësia e jashtëzakonshme në radhë të dytë mas padronëve. Në fakt, padronazhistët nuk janë shpikur tani nga Edi Rama, i cili sigurisht në ato fluturimet e tia piktoreske që ka, i risolli edhe njëherë në 2021. 2021 sepse në ato zgjedhje, si më thonë, u bë e famshme funksioni patronazhistave. Po patronazhistat ishin edhe në kohën tonë. Ne kishim grupet e patronazhit në atë kohë, edhe në organizatën e Pionierit, në organizatën e Rinis, në Front, në Krua. Ishin grupe patronazhi që merrnin pikërisht në patronazh ata që metnin mas mrapa. Pra merrnin në patronazh ato që konsideroheshin më mbrapa të tjerëve. Grupet e patronazhit dhe njerëzit që merrin në patronazh ishin njerëzit të cilët sigurisht duhet që ato që konsideroheshin prapambetur t'i bashkoheshin të përparuarve. Mbi fjala, një patronazhist i asaj kohe ishte një nxënës i mirë që merrte në patronazh një nxënës më të dobët. Duhet ta ndihmonte në mësime. Është koncepti i patronazhit, për t'i dhënë ndihmë, për ta ndihmuar. Për t'ia bërë mësimet më të lehta, për të punuar bashkë. Bile e keni ke Tili, ke filmi me Tilin, patronazhistat ishin ato që po e ndihmonin, që t'i bënte mësime të mirë, dhe ai kishte mendje ke kanarinat ose ke futbollit. Po patronazhistët ishin edhe në ndërmarrje. Ti që nuk e realizoje normën, se bëje dot, ta sugjeronin në vite i patronazhist, që të ndihmonte ty, që të merre normën. Po ashtu ishin kudo. Pastaj fuqia e klasës punëtore, revolucioni tekniko-shkencor, patronazhistat ishin gjithkund. Rama, duke e ditur këtë, e sigurisht Berisha e di shumë mirë, sepse ka një komunist 24 karat shafi, e kthen me këtë terminologji, që sigurisht është e shpifur, është një terminologji që mund të çon nervat, sepse edhe patronistët e asaj kohe ishin gati edhe pionierët, edhe të rit, po edhe komunistat vetë, njerëzit më të indoktrinuar të klasës. Njerëzit që ishin më të kuadratizuar, ishin të portretizuar për të folur si nuk e di, si agitprop të asaj kohe, të ideologjisë të asaj kohe. E sigurisht, këto modele ti marrësh e ti biesh në 2021, e ti quash atyre që në fund s'kan nevojë të quhen patronazhist. Mund të quhen njerëz të cilët i shërbejnë partisë për të ditur në çdo kohë, në çdo moment, se kush është madhësia e partisë në çdo rast votimi. Por kësaj u shtua pastaj se ata duhet dinin e numrat e telefonit, duhet dinin dhe vendet e punës, duhet dinin dhe kërkesat, dhe kjo dinte pikërisht në momentin e patronazhimit
e patronazhit, për të marrë në patronazh, për të ndihmuar, për të gjendur çfarë nevoje të ke, edhe duke ditur edhe sigurisht duke ndikuar ke modelet. Nuk ka asgjë të keqe, nuk është e kundrajlishme. Fjala patronazh përbën pastaj edhe një acarim nervash edhe për mua. Dhe këtë gjuajti Berisha dhe Partia Demokratike së kohë, duke i barazuar me patronazhistët dhe patronazhin e kohës së diktaturës. Edhe sigurisht duhesh përdorur, edhe unë tisha do ta përdorja, edhe e kam përdorur. Normalisht tashti është bërë një teori e tillë. Kush do që një farë mënyrë të mos qëndrojë me Sali Berishën, kush do që nuk e di, s'pëlqen veprimtarinë e tij ose të Partisë Demokratike është patronazhist. Domethënë, rrjeti është mbushur nga gomarrëqet e Sali Berishës me idiotët e Sali Berishës, ju thonë gjithë atyre që janë dakord me to, o patronazhist. Dhe kujtojnë se fyn, patronazhist, ky patronazhist, ai patronazhist, ky patronazhist, ai ti je patronazhist. Ja, fillojnë pastaj në litar, tradhtar, çojnë marrin edhe një flamur kombëtar, siç bëjnë sot nëpër protesta, dhe duke marrë flamurin kombëtar kanë drejt pastaj të shajnë, të fyjnë, të grymbil edhe të prishin edhe më vonë këtu do jemi, do shkojnë drejt dhunës sepse sigurisht një profesor tillë kanë Sali Berishën, doktor profesor Sali Berishën Biçetolit. Por patronazhizmi dhe fjala patronazhist është një gomarrëk i plot i Edi Ramës. Është një ripërurje aty në legendave të asaj kohe, sigurisht e shumë thoshin edhe mua. Nuk bindesha fort, më merrshin patronazh për të më edukuar. Se sigurisht bëja në një nga këto të mia ton tipike në rebelim të asaj kohe, me sa mund të bësh. Dhe njëherë më kujtohet më kanë përjashtuar nga rinia dhe morën patronazh pastaj të më fusnin në rini. Masi më akuzuan për këngë italiane, për libra jo të realizmit socialist dhe marrëdhëra të tilla. Pastaj ishte grupi patronazhit, më kujtohet një Mimika, bashkë me një Linda dhe pastaj ishte edhe një, si e kishte emrin ky tjetër, patronazhisti im që morën patronazh shkretët. Njëra ishte sekretare rinie, tjetra ishte zëvendës sekretare rinie, kurse ky ishte një nxënës i mirë. Nuk ishte më i mirë se sa unë, po sigurisht ishte më i qartë se sa unë politikisht, unë gaboja. Po nuk më kujtohet është emri i tij. Nëse po flas për një periudhë të kohës gjimnazit Laçit, e quhen Ismail Qemali, ishte një gjimnaz shumë i mirë. Sidomos mësuesit i kishte të mirë se i kishte ton nga Tirana, vini se i treni afër, me shumë nivele dhe shumë të mirë, gjimnaz i madh sigurisht. Por unë isha problem, sidomos mas përjashtimit edhe mas dënimit babait, unë isha problem i madh. Patronazh më kanë marrë dhe mua. Po nuk mund të kem mendim të mirë për këtë lloj patronazhistat, të merrin patronazh pastaj për të edukuar ato, të tregonin gjithmonë me gisht. Edhe këto ishin patronazhistët e asaj kohe, dhe Rama i sjell 2021 edhe vjen fjalën patronazhistat. Dhe sigurisht Berisha e shfrytëzon për sigurisht bën lidhjen e dy kohëve, thotë ja këto, kështu vepron Partia Socialiste, sepse është bie e Partisë Punës së Shqipërisë, duke qenë ky më keq se sa Partia Socialiste. Po tash po bëj një seri. Me të vërtetë ne kemi patronazhist. Patronazhistët sot s'bëjnë asgjë. Janë thjesht kujdestarë edhe vullnetar të Partisë Socialiste që duan të dinë në çdo moment se ku është Partia Socialiste me votuesit e vet. Ata punojnë, futen edhe nëpër shkalla, edhe nëpër qendra pune dhe kudo, dhe dinë se ku lundron ose në çfarë hapësire jeton i gjithë elektorati, sidomos i majt, por duke ditur edhe pak a shumë edhe tendencat e këtij elektorati. Ajo që duhet të them unë është kjo që ne nuk kemi problemin, nuk është ke patronazhistët. Problemi është ke ato që thash në fillim, padronazhistët. Njerëzit që e kanë të lidhur kërthizën, kanë lidhje ombelikale me udhëhesin dhe me delirin e udhëhesave tipikisht shqiptar dhe tipikisht të demokracisë, ashtu quajtur, demokraci shqiptare këto 36 vjet. Për të gjithë drejtuesët e të gjithë partive, këta janë padronazhistët. Ata duhet patjetër të rrinë rreth e përqark. Me to merr frymë dhe me to vepron edhe udhëhesi i madh. I pari sigurisht është Sali Berisha,
pastaj është Edi Rama, po kështu janë të gjithë kryetarët e partive. Dhe ata nuk duan patronazhist, nuk ju intereson padronazhisti. Aty ju intereson padronazhisti, jo patronazhisti. Njëra shkruhet me T, tjetra me D. Padron viz zhist, përdorur për me, dhe patron azhist, i cili sigurisht pas të nejë kur patronazhon, ta shpjegosh edhe në anglisht, shpeshherë një njeri i cili të mban leksione dhe të flet duke të nënvlerësuar ty. Ka shumë kuptime të cilat është e nevojshme t'i shpjegoj tash. Patronazhisti është tipikisht qenia më e keqe, më e pa skrupull dhe njëkohësisht kulmin e servilizmit dhe në kulmin e së keqes politike shqiptare, sepse siguron, në mbajnë e mirë mend këtë, i gjatësin dhe pushtetin absolut të udhëheqësave të famshëm tonë, të partive tona, pa demokraci të brendshme. Padronazhisti i partive tona, Partisë Demokratike, Partisë Socialiste dhe gjithë partive, është njeriu numër 1 i cili mban në pjedestal udhëheqësin dhe shkatron përfundimisht demokracinë e brendshme të partisë. Nuk është faji më i udhëheqësave, është faji absolut i padronazhistit. Në Shqipëri ka me shumicë, kurse patronazhistat janë varilesht. Janë njerëz që punojnë thjesht për të bërë propagandën e partisë dhe dinë se çfarë ndodh me partinë. Mbase mund dinë dhe numrat e telefoneve, mbase mund dinë edhe ku shkojmë dhe çfarë bëjmë, po tamam varilesht ti muhabeti se këta e dinë. Këtu nuk ka nevojë të sateliti i Elon Muskut. Këtu del për pigjeret e dinë se ku shkojnë. Dhe që gjithë kamera është. Kështu miqtë e mi, padronazhisti është qenia më e keqe që shkatron demokracinë. Se po shkatrove demokracinë e brendshme të partive, sigurisht ke shkatruar dhe demokracinë e madhe të shtetit. Ke shkatruar demokracinë në pushtet, ke shkatruar demokracinë në gjykata, ke shkatruar demokracinë në kuvend, ke shkatruar çdo lloj demokracie, sepse sigurisht ke shkatruar demokracinë bazë e cila është te partitë shqiptare, që është ke Partia Demokratike, që është ke Partia Socialiste, të gjitha partitë e tjera me radhë, absolutisht të gjitha partitë. Padronazhist kërkon edhe ai shehe. Po ashtu dhe llapaj. Duan njerëzit që i rrinë rreth e përqark kryetarit dhe e çojnë në pjedestal. Dhe nuk lejojnë as kërkën të ketë mendim tjetër, as kërkën të kundërshtojë, as kërkën të bëjë një debat të vogël, apo se të krijojë një situatë dualiteti, sepse sigurisht janë me padronin. Ata janë në shërbim të padronit partisë. Dakord miqtë e mi?